Një aksident tragjik i regjistruar mëngjesin e kësaj të enjte në unazën perëndimore të qytetit të Shkodrës i ka marrë jetën një 62 vjeçari që lëvizte me biçikletë. Viktima është identifikuar nga policia si shtetasi Shkëlqim Krasniqi, banues në Shkodër. Ngjarja ndodhi rreth orës 8:10 minuta, kur një automjet Tibenc me drejtues shtetasin Adnan Galica dyshohet se po lëvizte me shpejtësi të lartë dhe fillimisht u përplas me një automjet tjetër me drejtues shtetasin FL. Pas goditjes, mjeti ka dalë nga kontrolli, duke marrë përpara edhe biçikletën që ndodhej në rrugë. Përplasja rezultoi fatale për Shkëlqim Krasniqin, i cili humbi jetën në vend ngjarje si pasojë e plagëve të marra. Pamjet nga vendi i aksidentit tregojnë biçikletën e shkatërruar në asfalt, disa metra larg pikës së përplasjes, ndërsa automjetet kanë përsuar dëme të konsiderueshme. Dy drejtuesit e mjeteve kanë mbetur të dëmtuar lehtë dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia ka shoqëruar drejtuesin e mjetit Tibenc, i cili dyshohet të jetë shkaktari i aksidentit. Në vendin e ngjarjes mbërritën menjëherë shërbimet e policisë dhe grupi hetimor, të cilët kryejnë veprimet procedurale dhe nisën hetimin për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit tragjik që tronditi qytetin e Shkodrës.